Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot me një lexim ndryshe, me një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, por dhe videot e muajit prill, por dhe eklipsin e diellit. Dhe do shohim se çfarë energjie do na vi, janë leximet përgjithshme, ju merrni vetëm atë që rezonon me ju. Dhe fillojmë. Dhe unë këtu shoh një person që mendon se ju ka humbur. Ose një person që rrezikon se mund t'ju humbasi. Ky person do të thoshte se nuk mund të qëndroj dot pa ju, dëgjues, dhe nuk duron dot të qëndroj pa ju. Ndoshta ky person ka qenë në pritje. Ky person nuk duron dot vetmin. Ndoshta të qëndrojnë në një gjendje konflikti dhe në brenda vetes, në lidhje me këtë dashuri. Këtu kemi një person që dëshiron të pozicionohet, ndoshta është një person që ka kaluar situata të vështira, ose diçka është përmbysur në lidhje me planet e këtij personi, dhe personi gjendet në një situatë ekstreme, që nuk di t'i japi zgjidhje. Gjithsesi, është përballë disa vështirësive, dhe ky person e kupton që prania juaj është shumë e vlefshme. Është sikur ky person më në fund është në gjendje të vlerësoj ato emocionet e veta në lidhje me ju, dëgjues. Duke kaluar disa vështirësi, ky person ndoshta është përqendruar në këtë humbje. Mund të jenë humbje të ndryshme. Mund të jetë një person që ka humbur para, një person që ka humbur diçka tjetër, por gjithsesi ky person dëshiron që ose ka diçka më saktë që tund themelet. Është diçka që ky person mendon jashtëzakonisht për një lidhje të qëndrueshme, ose për të rregulluar situata që mund të ketë midis këtyre dy personave, midis jush do me thënë. Është një përpjekje nga ana e këtij personi që bën, ose ky person përpiqet, që nuk e di, por përpiqet që të lidhet me ju, ose po të vëmë re këtu, personi kërkon një mundësi nga ju, dëgjues. Ndoshta është një person që është i përfshirë edhe në aktivitete të ndryshme, por ky person shpreson për t'i dhënë një drejtim më të mirë kësaj situate. Ndoshta është një person që fsheh brenda vetes emocionet e veta. Gjithsesi, është kthyer diçka përmbys këtu këtij personi, dhe po e përsëris që ky person pret ndoshta që ju të shfaqeni, ose ky person dëshiron që ndoshta edhe një surprizë nga ju, dëgjues. Dhe po flasim që ky person dëshiron të japi drejtim disa situatave, ose kësaj njohje që keni, kësaj lidhje ose kësaj dashurie. Dhe vazhdojmë në lidhje me se çfarë energji do na vi në lidhje me këtë. Dhe unë shoh që ky person është duke menduar seriozisht. Ndoshta është një person që pozicionohet, dhe këtu kemi energji të shenjës së shenjave të tokës, kryesisht shenja e Virgjëreshës, e Briciapit, energji të shenjave të ujit, përsëri energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të ajrit dhe energji të shenjave të ujit. Gjithsesi, është një person që mendon në lidhje me një mundësi.
Ndoshta ky person dëshiron të flasë në lidhje me një situatë të paqëndrueshme dhe mund të ketë qenë një situatë që ky person dëshiron të marrë masat ose dëshiron sepse në të kaluarën ky person ka investuar në këtë dashuri. Dhe këtu kemi një humbje, mund të jetë humbja e kësaj dashurie, e kësaj njohje, ose disa vuajtje që ky person ka kaluar. Dhe këtu shoh që ndoshta është duke analizuar rreth emocioneve të veta. Ndoshta ky person kohët e fundit nuk ka qenë mirë, ndoshta është duke pritur që ndoshta ju të vini drejt këtij, të shkoni drejt këtij personi, por gjithsesi është një situatë që është duke menduar seriozisht, analizon ato emocionet e veta, por ndërkohë dëshiron të japi edhe një mundësi. Dhe shohim ndjenjat e këtij personi në lidhje me ju. Çfarë mendon dhe çfarë ndjen ky person? Dhe këtu shoh që kemi energji të shenjave të ajrit, të zjarit dhe kemi 4 energji. I kemi të gjitha energji të shenjave të horoskopit. Është një person që dëshiron të japi zgjidhje, ndoshta emocioneve të veta, por edhe një situate të vështirë që mund të ketë kaluar. Gjithsesi, e shoh dëshiron që të vi drejt jush ky person. Personi mendon që të vi drejt jush, sepse i ka të gjitha mundësit për të realizuar, ose për të zgjidhur një situatë, ose për të realizuar diçka në lidhje me këtë histori dashurie. Ndoshta diçka e ndaloi këtë person. Në një mënyrë pak, nuk e di, por në një mënyrë të papritur, këtë person diçka e ndaloi, dhe këtu shoh një person që mund të jetë edhe në distancë. Sepse kemi 6-ën e shkopinjve. Ndoshta është dikush që ka mbajtur diçka brenda vetes, të fshehur, ose është një person që dëshiron të vi drejt jush, por ndërkohë këtë ardhje dëshiron ta zgjidhë një situatë dhe do ta quaj si një fitore, si një sukses, këtë dashuri ose ardhjen drejt jush. Sepse shoh një realizim dhe është një person që mendon që mund të realizoni diçka në lidhje me këtë dashuri, me njohje ose lidhje që ju mund të keni. Dhe shohim si do shkoj kjo situatë, po marr një pako tjetër. Si do shkoj kjo situatë midis jush në të ardhmen. Dhe unë këtu shoh që fati, sepse kemi rrotën e fatit, fati do t'ju ndihmoj për ta çuar këtë histori para, ose këtë njohje, ose lidhje që ju mund të keni. Nuk e di se si rezonon me ju deri në këto momente, dhe shoh një komunikim. Ju mund të keni gjatë kësaj periudhe një komunikim nëpërmjet internetit, rrjeteve sociale, por mund të jetë dhe një komunikim nga afër. Dhe shoh që ky person ju admiron, ose ju do arrini të bashkëpunoni me këtë person. Shoh shumë komunikim, personi do veproj shumë shpejt në momentin që të ketë këtë komunikim me ju, por do t'rregohet edhe shumë i sjellshëm ose e sjellshme në lidhje me ju dëgjues. Dhe një bashkëpunim midis jush. Dhe këtu kemi thamë energji të shenjës së Demit, energji të shenjës së Virgjëreshës, energjia e shenjës së Akrepit dhe Luanit. Kemi energji të shenjave të zjarit edhe të tokës. Atëherë, fati do t'ju ndihmojë në lidhje me një komunikim. Dhe shohim nuk e di, po kemi energji të shenjave të tokës edhe të zjarit përsëri. Shoh që ky person
ju ka munguar shumë, ose I keni munguar shumë këtij personi, ose ky person ndjen mungesën tuaj dhe dëshiron që ta bëj këtë komunikim, sepse personi është ndjerë gjithmonë në situata ku ju I keni munguar dhe do marri iniciativa. Këtu jemi në energjinë e shenjës së demit dhe të dashit, do marri iniciativa për të ardhur drejt jush. Ndoshta ju do merrni një lajm nga ky person, ose është një lajm që mund të jetë shumë I rëndësishëm, por është dhe një person që dëshiron të vite drejt jush. Ndërkohë është një person që ndoshta e keni pritur edhe për një kohë të gjatë, dhe duket se diçka do ndodhi, diçka befasuese në lidhje me këtë person që do t'ju gëzoj. Është diçka që ju në momentin që do keni këtë komunikim dhe ky person do marri këto iniciativa. Dhe shoh fillimet të reja nga zerua, personi dëshiron të rrezikojë ose të riskojë në lidhje me ju, të marrë iniciativa për të futur në këtë dashuri ose për ta çuar para. Dhe personi do tregojë dhe një qëndrim mirëkuptues ndaj jush. Ndoshta edhe në lidhje me disa çështje që mund të kenë lindur. Mund të shpërbleheni në lidhje me këtë histori ose nga ky person. Dhe dalim përsëri letrat vet. Dhe shoh një person të vendosur në qëllimet e veta, kemi energji të shenjave të zjarit, të tokës, të ajrit, por dhe të ujit. Dhe është I vendosur ose e vendosur në qëllimet e veta, ky person, dhe dëshiron të vi drejt jush për të dhuruar këto emocione. Ndoshta është diçka që mund t'ju ketë lënduar më përpara, por gjithsesi personi shoh që jeton akoma në lidhje me këtë dashuri. Ju energjit mund t'i merrni dhe në të kundërt gjatë këtij leximi, dhe këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, të ujit, të ajrit dhe të tokës. Dhe shoh që personi I vendos qëllime vetes për të ardhur drejt jush, për të dhuruar këto emocione dhe këtë dashuri. Dhe si do jetë e ardhmja për ju të dy? Kjo është karta e pakos, më duhet ta heq. Dhe kemi energjitë shenjës së bricjapit, por dhe të tokës. Një person që mendon shumë seriozisht, është duke analizuar ndjenjat e veta dhe shoh që ky person dëshiron t'i japi fund ndoshta një situate që e ka bllokuar ose që ka zgjatur për një kohë të gjatë, dhe shoh që çlirohet nga një situatë në momentin që ky person do shfaqë emocione tek ju. Ka qenë një person që ka qenë gjatë gjithë kohës në pritje. Dhe kemi treshin e shkopinjve që është energji zjari. Një person që ka qenë gjatë gjithë kohës në pritjen tuaj dëgjues. Ose ky person po pret që ju të gjenit diçka të përshtatshme në lidhje nga ky person, që po ju mendon në lidhje me emocionet, por dhe gjatë gjithë kohës. Është një person që mund të ketë refuzuar një dashuri, ose në rastin tjetër mund të jetë një person që është përqendruar në një lloj trishtimi, në disa tensione, situata tensionesh ose të bllokuara që ky person ka pasur dhe nuk shef që po I ofrohet kjo kupë emocionale kaq e bukur. Dhe shoh që ky person dëshiron të japi drejtim situatës, dhe këtu kemi energjitë shenjave të ajrit, të ujit, por dhe të zjarit, dëshiron të japi drejtim kësaj situate në lidhje me ju. Ndoshta për të sqaruar situata në një rast, ose ju për të shkuar diku dhe për të qenë së bashku në një ambient të qetë, dhe shoh një fillim të ri. Kemi asin e kupave. Është një fillim I ri, shumë emocione që në këtë ju mund të shkoni dhe diku thash, dhe aty do jeni duke shprehur këto emocione. Dhe shoh kemi kartën e karrocës, që është energjia e shenjës së gafores,
dhe kemi energjinë e shenjës së ujorit. Ju shoh që ky person mund të jetë tham në një udhtim, mund të jetë në një distancë, por ky person mendon shumë në lidhje me emocione dhe si të japi drejtim këtij fillimi të ri ose kësaj dashurie dhe si të arrijë të realizojë diçka në lidhje me këtë dashuri. Dhe shohim, marrim dhe një mesazh nga angjëjt. Çfarë mesazhi ju japin angjëjt në lidhje me këtë histori? Dhe kemi kalorësin e shpatave dhe ju thot, gjërat do ndodhin shumë shpejt, thot. Lëreni kohën, thot, dhe kujdesuni për zgjedhjen ose zgjedhjet që ju do bëni. Do jetë zgjedhja juaj në lidhje me këtë dashuri. Dhe marrim dhe një mesazh tjetër. Gjithsesi, është një mesazh fantastik që ju japin angjëjt dhe thotë që merrni vendime, thotë, ju e keni forcën për ta bërë këtë dhe të arrini të çlodheni nga situata të vështira që keni kaluar. Dhe tani kemi kalorësin e shkopinjve, që ju thotë, do keni pasion, ju do jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje ose mund të jeni në udhëtime për të shkuar drejt këtij personi, do ndjeni të sigurt dhe thotë që mos u shqetësoni. Përsëri thotë që diçka do vi pa pritur, thotë. Do vi tani me një herë. Kujdes, thotë, me kohën, sepse është shumë e rëndësishme. Mendoni me kujdes gjithçka të vërtet në lidhje me këtë histori dashurie. Është një mesazh vërtet fantastik edhe ky, dhe marrim dhe një tjetër për ta përfunduar. Dhe kemi përsëri na kanë dalë 3 kalorësit, kalorësi shpatave, kalorësi shkopinjve dhe kemi kalorësin e shpatave tani. Jo, më falni, të tokës, të monedhave. Dhe ju thot, besoni, merrni vendime, ju jeni gati, jeni të sjellshëm për ta bërë këtë gjë. Atëherë ka ardhur koha, thot, që të bëni gjërat që duhet, domethënë të bëni gjërat e duhura. Është një angjëll mbrojtës, thot, që ju mbështet. Është një mesazh vërtet fantastik në lidhje me këtë dashuri. Atëherë ka ardhur momenti që ju të lëvizni, të shkoni drejt këtij personi, ndoshta të gjeni atë kohën për t'i rregulluar gjërat ose të jeni të kujdesshëm, të jeni simpatik, thot, por të mendoni me kujdes gjërat që ju dëshironi të bëni gjatë kësaj periudhe në lidhje me këtë person, sepse ju keni një angjëll mbrojtës që ju mbështet. Atëherë ishte një lexim fantastik, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.